Ju përshëndesim nga kuzhina jonë. Mirëmëngjes. Ju falenderojmë që jeni përpara ekranit të Report Televizion për të gatuar bashkë me ne apo për të na ndjekur. Gëzuar festat, qofshin të begata, agjirim të lehtë, sa më të paqë të jemi me njëri tjetrin dhe kur themi të paqja, normalisht duhen edhe ushqime të dedikuara gjatë gjithë këtij muaji. Unë sot po e nisi për festë sepse vërtet është një festë që duhet mbahet, edhe një festë me kreshmë është. Unë sot do vendos, do bëj, normalisht mishtin e qigjit e kam kosin dhe kur themi te kosi, ku na shkon mendja, mish qingji kos, tava kosit. Patjetër që kam vezët dhe kur flasim te vezët na duan veza o vital, unë ka vendosur yndyr, pak yndyr për gjalpin, dhe vazhdimisht një përzierje shumë të mirë që unë t'i hedh përbërësit edhe Andronikit i thot tak. Të gjitha. Është një recet tradicionale, ne uruam dhe dje për muajin e Ramazanit, kështu që do vazhdojmë ta urojmë të sillim edhe receta për iftarin, syfyrin në vazhdim, në ditët në vazhdim, kemi gjithë muajin përpara. Tani po gatuajmë tafkosi elbasani me mish qingji, gjalp, vezë, kos, miell, oriz. Tek kosi ju duhet 5 gota kos, 2 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle oriz. Dhe 1 apo 2 gota lëng mishi, sigurisht krip piper i zi për të rregulluar shijen. Veprojmë dhe shohim tani hapat njëra pas tjetrës si do ta përgatisim tavën e kosit. Tre kokrat e vezës o vital, të plota, me ngjyrë të bukur, solide dhe të shëndetshme, të pasura me proteina omega 3, kolin që ka patjetër e verdha e vezës, dhe kur kompanit na ofrojnë produkte cilësore, ne nuk i lëshojmë kollaj. Aty është edhe miellin, tek vaji. Miell gjalp. Gjalpin pak vaj, që të ketë atë shkërrirë më të mirë dhe normalisht të ketë shijen dhe aromën. Rah vezët, e lë miellin që duket sikur zihen, patjetër që mishin e kam kriposur dhe e kam pjekur me një gotë ujë. Kam zgjedhur që mishi mos jetë me ndyr pjesën e brinjës. Nëse unë do kisha mishi me ndyr, do shtoja më pak gjalp. Dihet që tava e kosit elbasanit, tava origjinale, faktikisht është pa oriz fare, e di që kam thënë disa herë sa kohë kam që punoj këtu, është pa oriz fare dhe ka ardhur në bazë të nevojave. Më parë ka qenë me pjesët të grurit dhe me ardhjen e orizit, normalisht oriz shtohet as një filxhan e gjys, as një lugë e gjys, vetëm 10 kokra. Pra origjinal. Pastaj ne mund të bëjmë ndryshime, por ndryshimet në receta tradicionale nuk mund të bësh. E vërtet. Sepse janë të popullit. Do të shtoj. E lë dhe pak sa. Kjo do na afroj shumë afër me traditën, me recetën e vjetër tradicionale, sepse do të përdorim edhe kosin të tillë, të zënë vetë, njësoj si e kemi zënë në shtëpi, kosin tradita, që ka pak fare atë astësinë, ndaj edhe jo vetëm në konsumimin e përditshëm, kosit me fara, apo si e konsumoni ju, për shesh, me fruta e me radhë, por edhe në këto gatime na afron shumë afër pra një zhvendosje të mishit. Dhe bëjmë të kjo e madhja. Furën e para ngrohur. Dhe shtuam lëngun e mishit. Pra, shikoni, nuk do ju duhet as pak punë, kur mielli ka zjerjen. Pra, kjo mas më duhet. Do të shtoj pak mas kripe, sepse kam shtuar krip pak më përpara. Pak fare piper. Aty ke përzier kosin edhe 3 vezë. Përzierjen mirë të kosit.
Pra, aty duhet t'i trazojmë mirë. Këtu të duhet në një qikos që ka beku pak ujë? Po. Ose lëngun e mishit që ke aty Niki, të lutem. Po, me lëngun e mishit më mirë. Sepse nuk më duhet që të ketë ujë, sepse ujë do dali sipër. Pra, e ka larguar nga nxehtësia, siç e shikoni. Do të shtoj vetëm shumë pak, të lumdora. Shisa pak oriz. Është shumë, biles edhe këtu. 10 kokra oriz, asgjë më tepër. Dhe për 5 minuta është gati. Më thot, në koridoret e punës, më thot njëra, mua më zgjat shumë tava orizit. Tava orizit nuk zgjat shumë. Vetëm pjekja e mishit, edhe az e orizit unë. Ja. Pra, mishin e ke zje filmin dhe pas të e ke pjekur? Mjeshin unë. Ajde, sot do më falni sot. Por, kam humbur qenushën time, kam humbur qenushën time dhe që këshu nuk jam edhe në më të mirën e mundshme. Dhe sa dhimbje, vetëm një person që e ka provuar humbjen në një kafshë shtëpiake, e kupton dhimbjen tënde. Se të pash edhe të komentet në Facebook edhe gjithë njerëzit që ishin solidarizuar për humbjen e qenushës. Sa vite kishe me që se ta ndajmë dhe me publikun të? 12 vjet. Kam provuar humbje dhe humbje. Humbje dhe humbje kam provuar. Po që të më dridhen duart, është hera parë që më ndodhë. Është vërtet dashuria ka të putroshme. Dhe këmbët bashkë. Është tamam si një pjesëtar i familjes. S'kur mbet një pjesëtar i familjes. Aq lidhje fort është me ata që e provojnë dhe që humbasin një kafshë shtëpiake që i kanë dhuruar dhe kanë marrë prej tij shumë dashuri. E përfundua me gatimin e parë dhe ti je shumë e fortë dhe Adel gjithmonë në situata kur nuk ndihesh mirë. Ja, pra kjo është ky profesion ju që thonë sa kollaj keni kur ti duhet të vësh maskën, duhet të bësh gjithë ato emocionet thellë për të qenë kështu të pranishëm. Mirë, pushojmë pak dhe rikthehemi për recetën e dytë me mesazhin. Është dita, sot është dita e gatimeve, pastaj ditët e tjera do gjejmë gatime të duhura. Gjithë muajin para. Gatime të duhura që janë dhe më të shëndetshme, që kanë dhe kalorinë e duhur për të mbajtur 24 orë. Për ta çelur dhe për ta syfyrin apo dhe iftarin. Ndërkohë, kalojmë tek mesazhi promocional i ditës së sotme nga Prostator dhe vazhdojmë me recetën të hallvës. Mililitra është. Ujë. Erdhëm, se kishim mendjem në falje. S'kam asyzet. Sa mililitra ujë të duhet për hallvën? 300. Faktikisht 300. Unë kam vendosur qumshin pakës fare sa të ngrohet, por le të ri këtu pranë nxehtësisë dhe normalisht po. Sheqerin edhe yndyrnat. Shikoj. I tregojmë fillimisht produktet që na duhen për përgatitjen e hallvës tonë. I kemi në tryezë, por me gramaturë do t'ja lexoj tani. Hallvë me qumësht. Ju duen 200 ml qumësht dhe 300 ml ujë, për këtë po diskutonim, se sa ujë duhet. 2 gota sheqer, 2 gota miell, 120 gram gjalp, 2-3 lugë gjelle vaj. Kjo është pra receta e shkruar. Tani, këto përbërës, ne do t'i kalojmë të gjitha njëra pas tjetrës në tigan dhe tenxhere, po më mirë të zgjedhim një enë më të thellë, se e bëjmë më thjesht punën. Edhe nxehet direkt. Gjalp edhe vaj. E them vazhdimisht për shijen e duhur. Shtoj sheqerin. Derisa ngrohet. Po, derisa ngrohet pak ngjyra, normalisht bëj një tretje me lugë, s'ka nevojë ta kem në nxehtësi. Derisa fillon edhe gjalpi të shkrihet ashtu siç duhet. Ja. Duket pra sikur gjalpi fillon e zjen. Në këtë moment unë do të shtoj miellin. Pra në punë tani që do në qik trazim, do... Dhe po, këtu në këtë recet do të përdorim lugën e drurit. është më duhura. Derisa të kemi pjekjen e miellit.
Disa e kanë me ngjyrë më të hapur, disa e kanë me ngjyrë më të errët. Shëndet. Shëndet paçi. E trazojmë vazhdimisht, nuk do ta lëmë që të erësohet aq shumë. Por duke qenë se është tani sasia e bollshme edhe i gjalpit, yndyrës edhe miellit, ne puna bëhet me thjesht, siç bëjmë beshamelin, që duhet të jenë në porcione të duhura. Do të filloj. Pra, ju mbani masën e yndyrës. Vazhdimisht lëni një pjesë rezervë, siç që kam edhe unë. Gjithashtu do të shtuhet patjetër sasia e duhur e vajit, se e tillë dhe sasia e miellit. Bukur. E tani do ta trazojmë derisa të marrë atë ngjyrë, do të ndihet, po e ndjejmë edhe në nuhatjen e aromën e miellit. Kur piqet, por unë sot nuhatin e kam 0, që kështu do shikoj ngjyrën. Po i ke shpresat e unë, shikoj ngjyrën më mirë se. Pra aty kemi qumështin dhe sheqerin që ashtuam, kemi shtuar në tenxherën tjetër në vatër yndyrën, gjalpin, vajin dhe mielin. Derisa, nëse ju doni të jepni një shije ekstra, normalisht mund të shtoni vanilje ose lëkurë portokalli me shijet ekstra. Po kjo është baza. Po. Pra, disa e bëjnë në ngjyrën e Florins, të artë. Dikush e do më të errët, dikush e do më të errët. Disa e kanë akoma dhe më të errët. Janë në shije dhe preferenca. Po ne dim shumë mirë kuptimin e hallvës. Dhe në ikjen e njeriut, kjo hallvë bëhet me errët. Në këto ditë bëhet me e hapur, me e çelët. Përsa këto ngjyra pra. Po, normalisht shif. Ne kuptova. Ne nuk e kemi... Janë edhe pak, do t'ja shtojmë... Edhe pak, edhe të marrë një... garuzhe, gjë që Niki... Do e shtojmë gradualisht, Po. Pra, qumshtin që ka edhe sasin e sheqerit, ja se do t'a lëmë që të... Pra ndaj dhe unë po e sqaroj, kush të doj e bën në ngjyrën e duhur, që dëshiron. Ne për shembull këtu e duam në ngjyrë më të hapur. Tani jepi, vazhdo. Jepi të gjithë kohës. Detyrimisht, do t'a lëmë të përthithet. Të përthithet edhe. Pra ju duhet masa, unë e bëra vetëm me qumësht. Por e trazojmë që të mos... Mbajta ngjyrën më të hapur, që ta kem... Jo për... E përsim... Do duhet të thahet apo jo, të bëhet më... Po, pa tjetër që po. Urdhisi një përzierje e vazhdueshme, pa ndërprerje, me lugën e drurit. Në topat që do krijojmë, pas i ftohet, jo e nxehtë, mund të shtojmë fistik, arra, lajthi, si të dëshironi ju. Pra ka mënyra nga më të ndryshme gjë që ne do t'i bëjmë këto ditë. Dhe siç e shihni qumrin, ja shtojmë gradualisht që ta përthith avash, edhe sheqerin, edhe sasin e qumshtit. Tu lodh dhora, do një kërandim. Ja, shife, fillon edhe. Derisa do të ulë nxehtësinë, sepse e kam sjell në Terezi, shiko, kjo duhet. Që dhe mos ngjitet në anët e tenxherës, apo në bazë. Derisa të shkëputet lehtëshëm. Më pas këto e ndajmë në për, ose vendosim në një formë, ose lug-lug në për pjatë, si të jetë preferenca. Ka që thjesht ishte, pra, Niki, me jep vetëm një pjatë me jep të shesht edhe... Sasit e përbërësve, një pjatë të bardhë po e marë.
si që mështi nuk duhet më. Ndërkohë, tava e kosit po vazhdon që të piqet aty, ne duke shtuar hallën dhe duke niveluar atë në pjatë, e kemi përfunduar kështu recetën tonë të hallës dhe recetën e tavës së kosit që është në furrë. Do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube recetat, edhe me foton, do t'a sistemoj Albana, o t'a keni në rrjetet sociale, dhe si që njoftuam dje, ju kemi bërë një intervistë cilë nuk e transmetuam dot për shkak të zhvillimeve në ekranin tonë, dihet që prioritet dhe ekrani ynë është një ekran informativ, ndaj dhe ka prioritet lajmin, kështu që bisedën me Altin Jokën do të keni mundësi ta ndiqni më njëherë pas publicitetit. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, vazhdoni ta ndiqni dhe të merrni këshillat për limfën, pastrimin e saj, sikundur e përmendëm edhe dje. Albana, faleminderit edhe unë. Shihemi nesër me të tjera receta. Puna jon vazhdon në kuzhinë. Ndërkohë ju vazhdoni ndiqni intervistën. Mirë se erdhët Reze Dielli. Sot do të flasim për një sistem shumë të rëndësishëm të shëndetit dhe të trupit tonë, bëhet fjalë për sistemin limfatik. Ne shpesh flasim për organe të ndryshme, për shëndetin e tyre, po për shëndetin limfatik nuk flitet shpesh. Aq më tepër kur ky shëndet është shumë i rëndësishëm për limfën, si funksionon ajo, pse shëndeti ynë varet nga rrjedhja e limfës, çfarë ndodh kur limfa jon bllokohet, ngadalësohet apo nuk qarkullon siç duhet. Përshëndetemi fillimisht me Altin Jokën për të marrë më shumë informacione rreth sistemit limfatik dhe pastrimit të tij. Të përshëndes Altin, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve. Unë e citova pak që ne vazhdimisht kemi folur për gjakun, për zemrën, për organe të ndryshme, po për limfën nuk paraflitet dhe madje dhe shumë njerëz që kanë pyetur nuk e njohin si pjesë të rëndësishme të organizmit. Ta shpjegojmë me fjalë të thjeshta çfarë është limfa, çfarë është sistemi limfatik në trupin tonë. Ne me fjalë të thjeshta kemi shpjeguar gjithmonë një problem, sepse unë kam zënë aspektin e mjekësisë holistike dhe naturopatike. Nuk e kam zënë aspekti vetëm aspekti shkencor i mjekësisë komerciale. Limfa ose sistemi limfatik, po e themi, me që thatë ju, limfa po e përmbledh të gjithë, është vula e fatit në shëndetin tonë. Sepse pa këtë vull, në qoftë se nuk e marrim këtë vull, ne nuk mund të marrim vazhdimsinë e një shëndeti të plotësuar më pas. Sistemi limfatik është gjithë pasqyra e jetës sonë. Është pastruesja më e sofistikuar që ekziston. Dhe ndaj sot nuk ka asnjë lloj ilaçi për këtë, se Zoti e ka krijuar që me anë të disa kushteve të ndryshme të përmirësohet dhe të rregullohet. Prandaj dhe shpesh situati nuk flitet shumë, sepse nuk ka fitime nga limfa, nuk ka fitime aspekti i mjekësisë apo farmaceutika, prandaj dhe nuk flitet shumë, por është diçka e rëndësishme që po u zhvillua dhe po u rregullua problemi i sistemit limfatik, shumë problematika tjera shëndetësore eliminohen. Sistemi limfatik është si një lumë që kalon brenda trupit tonë. Ai nuk ndihet, po është aty brenda. Aty ka brenda dhirsën tonë, frymën tonë, qelizat tona, dhe është si një ujë që rrjedh nga burimi, pra nga mali, dhe fillon dhe merr, është i pastër atje, shumë i thjellët, dhe gjatë udhëtimit të tij, pra që rrëshket në përgur, në pemë dhe në rrugë, ai mbledh papastërti, mbledh pislliqe, dhe të gjitha këto qeliza, mbeturina që kanë ngelur, atë që trupi e quan mbetje, toksina dhe dëmtima qelizore, kjo i mben. Limfa nuk i mban papastërtitë. Ajo është thjesht një transportuese papastërtive, si ai lumi që ne themi te mbeturinat që mbledh. Te nyjet limfatike, pse nga limfa kalohet në nyjet limfatike, të gjitha këto papastërti, baktere, viruse, qeliza, dëmtura e tjera, kalojnë në filtrimin e parë dhe shkatrohen qelizat imune në të rast. Shkatrohen nga qelizat imune në të rast. Ky është porta e parë që ndodh në sistemin limfatik. Pasi këto filtrohen, kalojnë në gjak. Dhe pasi kalojnë në gjak, i kalojnë mëlçisë që të bëjë pastrim kimik. Çdo të heqë toksinat, të proteinat e tepërta që ne kemi, apo mbetjet qelizore. Pastaj kalon tek veshka, që nëpërmjet pikasjes në gjakun tonë, mbledh pikat e urinës, ose më saktë, merr elementet për t'i tretur në ujë që i nxjerr nëpërmjet urinës. Kalon te zora jonë në filtrimin tjetër, që çdo gjë që është përpunuar nga mëlçia apo nga problemet e rrugës biliare nga tëmbli,
kalon në zorë dhe pastaj në nxjerrim në feçe, kalon te lëkura apo dhe te mushkrit nëpërmjet dirsës, nëpërmjet frymarrjes. Dhe çfarë ndodh? Në qoftë se kjo limf do ngadalsoj, ky lum, ky ujë që do rrjedhi, do ngadalsoj, në indet do rritet mbajtja e lëngjeve. Do kemi ëndje, do kemi mbetje qelizore që do qëndrojnë më gjatë në këtë hapësirë të gjakut dhe kjo do na sjellë më tepër inflamacion dhe kjo do bëjë që edhe puna e mëlçisë më pas. Po ashtu dhe veshkat, po ashtu dhe zora të kenë një punë shumë herë më të ngarkuar. Pra gjithë ky sistem limfatik, në qoftë se nuk do funksionojë, nuk do heqim mbeturinat e trupit tonë. Dhe kështu është si puna e një lagje, e cila ose një shtëpie që keni ju, keni kazanët e plerave aty poshtë të shtëpisë dhe vjen makina për të hequr. Makina vonohet sepse ka trafik dhe ecë shumë ngadalë. Duke ecur ngadalë, sa më shumë më vonë të vi makina, aq më shumë do vi erë mbeturinave. Kjo do sjellë një ngarkesë emocionale, do sjellë disa probleme shëndetësore, por nuk do prishi shtëpinë. Pra, nuk është se limfa do prishi gjithë shëndetin tonë, por është premisa për ta rregulluar. Në momentin që kjo nuk lëviz, pra në qoftë se ti nuk lëviz, më saktë nuk lëviz as limfa, bllokohet, pra dhe ne duhet lëvizim. Pra bashkë me ritmin e trupit bën edhe lëvizjen e saj. Në këtë rast mund të themi që sistemi limfatik mund të quhen semaforit e qytetit kryesor. Pra pas semafor dhe kryqëzimet nuk funksionojnë. Sepse imagjinoni rrjeti kanalizimit të trupit. Rrjeti kanalizimit të trupit e thamu që rrjedh, po problemi është që do të mendojmë që edhe si semafor tek nyjet kryesore limfatike, se kur trafiku është i ngarkuar shumë, baza kryesore janë semaforët që e rregullojnë. Kur semaforët kanë për të bllokuar, qyteti ka për të paralizuar. Pra kjo është thelbi. Pra nuk është rruga që e bllokon trafikun. Nuk është makina. Sa do makina të pakta të ketë, edhe pak makina të ketë, është problemi i disiplinimit në qarkullimin rrugor. Dhe disiplinimi në një qytet vjen nga semaforët, që është një gjetje. Pas semaforëve nuk funksionojnë. Kështu që edhe limfa është në këtë drejtim. Mos harrojmë, 70% të sëmundjeve që na vinë dhe problemeve patologjike kanë shkak problemet me limfën. Limfa është sistemi më i madh kryesor në trupin tonë, duke hequr gjithë to që tashun deri tek heqja e qelizave prekancerogjene që formohen, që i filtrojnë dhe në fund fare është edhe një nga bazat kryesore që lidhet me hormonet, sidomos tek gratë. Tek këto ndjesit që na jep një limfë e ngarkuar që nuk qarkullon mirë ose e bllokuar. Ju përmendët kemi ëndje. Ku përqendrohet më tepër ëndja dhe çfarë shenja të tjera jep bllokimi i saj në trup? Po, atëre kur themi bllokim, nuk do të thotë që bllokohen të gjatë ose qarkullimin. Po thjesht është ngadalt. Po është ngadalt, po ngadalsohet gjithë rrjedhja e qarkullimit të gjakut. Është si puna e një qyteti ku bie shi, krijon përmbytjet, kur kanalet nuk bëjnë përthithjen e ujit. Uji do grumbullohet në rrugë dhe do sillni ato përmbytje që ne kemi parë shpesh. Kjo është problemi edhe me limfën. Gjithë to mbretjet qelizore nuk kanë për të kaluar. Shenjat e para që kjo ka për të dhënë, në përgjithësi është rëndesa që ndjen ti në trup. Pra në momentin që nuk ndihesh mirë, edhe pse nuk ke në peshë të lartë, përsëriti nuk ndihesh mirë. E dyta, fryrja sidomos e mëngjesit, kur çohesh, një fryrje fytyrës dhe e syve kryesisht, rradh vetë syve që fryen. Kjo është tjetra ku shikojmë pasere që na fryen ku kemi një unaz. Ne nuk e kuptojmë ku na fryen gishtat, por në momentin që ku kemi një unaz dhe shikojmë që e kemi më të vështirë, ajo është fryrë, pra shikojmë që është e vështirë të qëndrojë. Në mëngjes gjithmonë apo dhe gjatë ditës? Jo, edhe gjatë ditës, po në përgjithësi midis mëngjesit ose darkës, po edhe gjatë ditës. Në ana tjetër, ku kemi këmbë të rënduara, kanë filluar këmbët sidomos në darkë. Këmbët janë të rënduara dhe të nesme që çohemi, i kemi të vështirë për të ecur dhe për të mbështetur dhe ndonjëherë kemi të hëntura, sidomos fundin e këmbëve. Në ana tjetër, lëkurën e zbet, kur është pa shkëlqim, kur e shikojmë që lëkura jon po ndryshon dhe nuk ka më atë shkëlqimi që ka pasur përgjithësi, heqim arsyen e moshës, kjo është edhe një nga shenjat e para. Nga ana tjetër, kur kemi një lodhje që kemi të pashpjegueshme, sidomos me gjumë, kur na duhet gjithmonë që të flëmë gjumë. Pra, jemi në çdo kohë, kalojnë 6 orë, 7 orë në çimi, përsëri na vjen gjumë. Ky është një problem që po lëviz shumë ngadalë limfa dhe kemi disa bllokime. Pastaj vazhdohet më tutje. Fillon fryrja e barkut, nëse nuk marri masa. Mbajtja e lëngjeve më shumë, rritet niveli i celulitit.
Rritet problemi e djersën e ke pasur normale dhe tani të vjen me erë më të fortë. Fryrën më shpesh, sidomos problemi i sqafës. Ke probleme një fryrje nën stjetull. Nën stjetull ti shikon që ke fryrje. Mund të kesh fryrje edhe në ije. Mund të kesh probleme edhe të kokrave që mund të dalin, gjëndrave. Dhimbje koke të shpesht, kur gjithmonë ke dhimbje koke. Dhe përsëri nuk e qetëson. Pi një paracetamol, përsëri ajo rifillon më vonë. Kur ti ftohesh shpesh, pra të zë shumë gripi nga niveli i sistemit imunitar, kur alergjit i ke pasur normale, por alergjit po të shtohen edhe pse po pi ilaçe dhe nuk po rregullon. Kjo tregon që nuk kemi një rakordim të mirë të qarkullimit në rrugët tona, pra semaforët nuk funksionojnë ashtu siç duhet, janë vënë në vende të gabuara. Nga ana tjetër, kalojmë në një fazë tjetër, kur pastaj edema bëhet shumë e dukshme. Kemi një hënjtje të këmbëve, pjesës barkut, lëkura krijon probleme me aknet, kemi probleme dermatitesh ndryshme, kemi inflamacione të ndryshme në trup, kemi lodhje shumë të rëndë në përgjithësi dhe kemi dhe i rëndezë emocionale që gjithkohës jemi të shtypur dhe shpërthejmë. Pra që ka të bëjë dhe limfa me energjinë, me blokimin e energjisë të trupit. Patjetër, çdo gjë. Ndjekësi të toksicitetit, sidomos brenda dukim se kemi toksicitet, gjuhën e kemi të hidhur, gojën e kemi të hidhur, kemi shihet që nuk po na i rregullon dot shihet, pra ato që ne konsumojmë, shtimi në peshë, kur fillojmë që të shtojmë dhe peshë, sepse nuk po përpiqet të pastrojë dhe trupi nuk po e rregullon dot. Të gjitha këto fillojnë dhe sillin probleme sipas rrallës, pra sipas rrallës. Në aspekti holistik ne mund të themi, bllokimi limfatik, pra të gjitha këto do ndodhin kur nuk ka për të lëvizur ti mjaftueshëm, kur ti nuk djersin, kur ti nuk merr frymë mirë, kur ti nuk pi sasi të larta të ujit, kur ti nuk çliron nivelin e stresit të cilën ke, pastrusja jote, rrugët e tua të kalimit e të rregullimit do mbeten pa ndihmësit e tu. Dhe në këtë moment nuk ka për të rridhur normal dhe do fillojnë problemet e shëndetit dhe të sëmundjeve. Qartë. Pra, këto janë faktorët që e bllokojnë limfën. Mungesa jeta sedentare, mungesa e lëvizjes, stresi, frymarrja jo e mirë. Pra, këto ishin edhe faktorët që këto janë minimalja, jo po them probleme e limfës, nuk është vetëm kjo. Janë shumë element, po kjo është minimalja. Dhe nga këto pastaj do lindin një pjesë e sëmundjeve si është celuliti, siç është obeziteti, do vinë venat varicioze. Pjesa dërmuese e venave varicioze vjen nga problemet limfatike. Ekzemat përgjithësi vijnë nga problemet limfatike. Po shikojmë limfën Hodgkin ose problemet hormonale të gratë, por edhe të burra po të gratë kryesisht. PCOS-ja vjen, pastaj vijnë problemet prekancerogjene deri të paktën të disa nga kanceret kryesorë, siç është kanceri i gjirit, sepse kontrollimi bazë i tyre, a keni parë ju që ku kemi kancer gjiri, ju kontrolloni femrat problemet, mos keni në një stjetull, mos keni në një kyç, aty janë nyjet limfatike dhe doktori kur bën analizat ose vizitat thotë që ka kaluar nga gjëndra e qumshit, ka kaluar tek nyjet limfatike. Ku kalon në nyjet limfatike ka dalë te kryqëzimet tona të enëve të gjakut dhe ky është një problem i ushqimit, sa ai do të dalë kanceri në enë të gjakut në kryqëzime se ushqehet me gjakun. Me tëra ton betulina dhe me gjakun ton dhe lëndët ushqyese ushqehet. Nga ana tjetër për shembull melanoma, pra kanceri i lëkurës, kontrollon lyhet më të afërta te pjesa aty ku kemi lezionin dhe aty janë nyjet limfatike janë bllokuar. Në ana tjetër po shikosh kanceri i kokës, kontrollon gjithë pjesën e nyjeve limfatike që vjen nga qafa dhe ka një predispozición kur aspekti mos qarkullimit të limfës midis nyjeve të qafës është një probabilitet që të ushqehet kanceri i trurit ose kanceri i prostatës. Ai keni parë që shpesh kontrollohen nyjet pelvike. Pse kontrollohen te meshkujt? Sepse mos kanë një gjendër. Është pikërisht kjo nyje limfatike, të cilat mund të ketë kaluar nga kanceri i prostatës në prostat, kalon në gjendrat limfatike dhe pastaj krijon metastaza në trup. Pra që të krijojë metastaza një tumor, duhet kalojë në gjendrat limfatike ose kryqëzimet e gjendrave limfatike semaforët tanë. Sigurisht që njerëzit që janë dhe më të rrezikuar nga ky bllokim limfatik mund të jenë dhe njerëzit që janë me peshë të madhe trupore, që ka lidhje me peshën, po jo gjithmonë. Gratë shtatzanis, ata që qëndrojnë shumë ulur, jetë sedentare. Po ata që qëndrojnë shumë ulur, ata që kanë nivele të larta të stresit, ata që kanë pagjumësim nuk bëjnë një gjumë të shëndetshëm ose të shkëputur gjatë të natës, personat që nuk lëvizin, nuk merren me aktivitet fizik, sidomos me kalimin e kohës, pra sidomos me kalimin e moshës. Me kalimin e moshës aktiviteti duhet shtuar, jo duhet rënë. Njerëzit kujtojnë se kur har 60 vjeç, 70 vjeç duhet të kemi lehtësi. Jo, është vërtetuar nga shkenca që duhet kemi një lëvizshmëri më të madhe pas mosës 60-70 vjeçare.
jo si njeri, po duhet kemi, jo të qëndrojmë pasiv, se jemi lodhur gjithë jetën. Pra, ecja ritmike, mënyra e frymarrjes që ne konsumojmë, konsumimi i alkoolit, konsumimi i duhanit, konsumimi i qëndrimit ulur që unë thash, problemi i tensionit që ne kemi në përgjithësi në sistemi kardiovaskular, problemi me tensionin muskular, problemi me dushet ku ne bëjmë larjen, shplarjen, problemi me shtri dhe me fjetim një gjumë. Pra të gjitha këto edhe të tjera, se janë shumë element të cilat bashkojnë janë me qindra. Domethënë po ti zësh të gjitha mund të ndoshta edhe të gjitha bas kësaj. Nëse ka patur ndonjë rast të suksesshëm, komunikimi me pacientët që janë interesuar për pastrimin e limfës? Nëse problemet shëndetësore të tyre mund të jenë lidhur pikërisht me qarkullimin e dobët të limfës? Sa të duash, madje edhe problemet në kancer të limfatik që është shumë i shpërndar. Madje unë kam zgjedhur një postim në rrjetet sociale të një mesazhi që më kishte ardhur ishte një ditë që unë si isha gdhir mirë dhe isha pak edhe i mërzitur nga puna të probleme si çdo njeri. Dhe po pija kafen e mëngjesit dhe kur ma solli një person që unë kam kohë gjatë që mbaj, pra nënën e një vajze në Kosovë, më ka gëzuar shumë, sepse ajo ka një kohë të gjatë që lufton, edhe pse mjekët kanë qenë shumë jo parashikues dhe kanë thënë që situata është e vështirë dhe kjo nuk e di se sa mund të rezistoj. Ka kaluar edhe pse kanë kaluar 2 vite, 3 vite nga ajo gjendje, ajo ka pas përmirësim pas përmirësimi, përmirësim pas përmirësimi, hap pas hapi, derisa ka bërë një kontroll total para ca ditësh dhe ka pasur një rezultat të jashtëzakonshëm nëpërmjet ushqimit, nëpërmjet bimëve, nëpërmjet suplementeve, nëpërmjet aktivitetit, nëpërmjet qetësisë mendore, nëpërmjet ndryshimit të çdo elementi jetësor, duke filluar nga pika A deri në pikën Z. Unë jam marrë me çdo element në detaje me këtë zonjë, po jo me këtë, kam dhe një rast tjetër që është në Maqedoninë e Veriut për këtë dhe një tjetër që është në Kanada, por flasim për një rast i cili është konkret vetëm i këtyre ditëve, se dhe ata kanë pasur përmirësime shumë të mëdha. Raste për bllokimi kishte sill probleme shëndetësore dhe pastaj ato ishin përshkallëzuar. Ka sill probleme shumë. Jo, shiko, problemi është që ata kanë pasur një tumor, të cilët në gjendrat limfatike është përhapur më shumë dhe ka krijuar nyjet në gjendrat limfatike dhe ka krijuar problematikat në gjendrat limfatike duke përhapur metastaza edhe në organet e tjera. Dhe unë duke rregulluar e sistemuar gjithë pjesën kryesore të limfës, e cila është bllokuar, përveç shtyre edhe gjërat e tjera, sepse trupin duhet ta shikojmë në tërësi, jo të shkëputur që kemi këtë lloj problemi në këtë lloj sëmundje ose me këtë lloj tumori dhe do merremi vetëm me atë. Jo, duhet ta shikojmë kush janë shkaqet dhe arsyet që janë formuar, pse është formuar dhe si janë të lidhur gjitha ndërveprimet me njëra tjetrën për të ardhur deri këtu. Dhe bëjmë një histori, pasi e kalojmë të gjithë fazë, pastaj bëjmë një strategji të cilën është një strategji naturopatike që mund të jetë personale për personin varet pastaj nga mosha, nga problematikat e tjera. Qartë. Po për të aktivizuar limfën, pra për ta bërë atë të qarkullojë më mirë, më lirshëm, të mos bllokohet, duke u referuar atyre simptomave, shkaqeve që ne i përmendëm. Cilat janë ato mënyrat më të mira që çdo ditë nga pak ne arrim të bëjmë limfën të qarkullojë siç duhet? Në qoftë se ne do bëjmë këto që do them unë, për në arsye në efektet e përgjithshme ose në trajtin e përgjithshme, të gjitha këto që do them janë edhe për problemet e tjera të sëmundjeve dhe parandalimin e sëmundjeve të tjera. Që nga sëmundjet kronike, që nga sëmundjet autoimune, që nga disa probleme të stresit dhe depresionit, që nga disa probleme pastaj edhe tek tumoriale. Pra, kemi mundësinë që janë gjëra të thjeshta që arritën dhe këto e rregullojnë limfën, që do të thotë hecja 30, 40, 50 minuta në ditë. Sepse kontraktimi i muskujve, sidomos të këmbëve, është pompa e limfës. Te këmbët është pompa e limfës që e rikthen prapë. Dhe duke ecur me ritëm, duke lëvizur nivelin e krave kur ne ecim, duke rregulluar frymarrjen gjatë ecjes, kjo do të aktivizojë të pompë limfatike për të qarkulluar dhe mëlçia, veshka, zora, lëkura, moshkria do të detoksifikojnë më mirë. Nuk ka shurupe, nuk ka lëngje magjike se sa e bën vetë punën organi. Dhe në këtë punë ndihmohet nga limfa. Kjo është pika kryesore. Tjetra është frymarrja me diafragëm. Të paktën 5 deri në 10 minuta në ditë, sepse diafragma shtyp dhe çliron zonën e barkut, ku kalon shumë limfë. Pjesa limfatike kalon në bark. Dhe në këtë momente kur ne marrim 4 sekonda, frym nga hunda, dhe fryhemi,
e mbajmë këtë frymë 6 sekonda dhe nxjerrim për 8 deri në 10 sekonda, atëherë nxjerret ngadalë. Atëherë, patjetër dhe me sy mbyllur do jetë më mirë që të jemi të përqendruar. Kjo do jetë një nga protokollet më të thjeshta, më pa para. Tjetër është protokolli PRL, që quhet protokolli i rrjedhjes limfatike, që quhet drenazhimi i limfës që mund të bëhet. Limfa lëviz ngadalë për arsye të frymarrjes që ti ke, qëndrimit të ulur, tensionit muskulor që të është bllokuar, edhe shumë elemente të tjerë, pra ngadalësimi mekanik në qarkullimin e gjakut. Dhe duke bërë një masazh limfatik, pra ky drenazhi limfatik që kemi dëgjuar. Po, është hallka kryesore hidraulike e sistemit. Pra, ajo pjesa që e mbyllim edhe po të vijmë me presion në çezmën, ne kemi ujë në rrjet, por ne kemi mbyllur çezmën e nuk na vjen të na përmbytet shtëpia. Pra, është një presion hidraulik që funksionon me këtë. Është një lloj tjetër protokolli që quhet protokolli PLL, që është protokolli i limfës në lëvizje. Që do të thotë, limfa, sepse problemi është që limfa nuk ka zemër, varet nga muskujt kryesisht. Në momentin që ne do bëjmë disa kërcime të lehta çdo ditë, ushtrime me këmbët, ngritje deri te barku një gjullë tjetër ose me shpejtësi, me shpejtësi, kjo do na bëjë që këto lëvizje dinamike, duke lëvizur dhe krahët dhe këto muskuj nga këmba për të aktivizuar këtë pompë, atëherë do sjellim edhe ndryshimin e gravitetit. Se është shumë e rëndësishme kjo. Kjo është hallka që quhet hallka ose terapia muskulore, që duhet bëjmë me muskujt, me krahët, po kryesisht me këmbët, po edhe me krahët patjetër në hapin e tyre. Kemi një terapi tjetër që quhet terapia protokolli i rrjedhjes jetës. Që çfarë do të thotë? Që qarkullimin e gjakut, rregullimin e frymjes, problemin me tretjen, duhet të kemi shumë, kjo fokusohet tek tretja. Fokusohet te stresi kronik, për të rregulluar stresin, për ta ulur nivelin e stresit dhe tankthit, të rregullojmë tretjen dhe disbiozën që mund të kemi, sepse në rast se ne nuk rregullojmë gjumin, nuk rregullojmë hidratimin, nuk rregullojmë një ushqim antiinflamator ose nuk marrim ushqime të shëndetshme dhe nuk rregullojmë problemin e jashtëqitjes dhe problemin e zorrës dhe të fryrjes së saj, objektivi fiziologjik që kthen rrjedhshmërinë e gjithë sistemit ton imunitar ka për të dëmtuar dhe në të mes është limfa që ka për të ndikuar. Dhe ky është sistemi kryesor bazë i holistikës. Mbi këtë janë ndërtuar 3-4 protokolle nga naturopat që rreth viteve 50-56, paktën të 2 naturopatëve të famshëm. Pastaj kemi një efekt tjetër, protokollin e pastrimit limfatik. Duhet bërë një pastrim, që kush është? Është një protokoll që heq mbetjet metabolike, bëhet një detoksifikim, hiqet ushqimi i rënd, pra në fillim fare hiqen ushqimet e këqija që nuk duhet përdoren, rregullohen problemet e inflamacionit, po të gjitha ushqimet e dëmshme, se janë një pjesë e madhe që ne kemi thënë dhe njerëzit sot mund ta dinë, rregullohen problemet e inflamacioneve të vogla në trupin tonë. Se ne nuk kemi inflamacione të vogla, duhet i rregullojmë këto dhe duhet të rregullojmë sidomos problemin me kapslëkun. Dhe pastaj me të rregulluar këto, kjo është hallka kryesore që quhet protokolli eliminator. Në anë tjetër kemi një protokoll tjetër që është rivendosja e rrjedhjes për të limfës, se këto ecin sipas një hapi. Kur faktikisht për ta vazhduar rrjedhjen e limfës, çfarë duhet bëjmë? Duhet vazhdohet një masazh limfatik në të gjithë trupin, shumë e lehtë, duhet bëhet një ecje e përditshme detyrueshme brenda disa formave dhe të kombinuara, duhet bëhet një ecje mbrapsh, zakonisht mbrapsha aktivizon jashtëzakonisht limfën, reduktimi i sasisë së kripës që duhet të marrë dhe shtimi i ujit dhe qetësia aspektit mendor. Duhet të lëm punët e ngarkuara. Duhet jemi 1/3 e ditës, pra po themi rreth 8 orë të ditës duhet jemi të qetë. Kjo quhet faza restauruese. Në qoftë se nuk jemi të qetë, pra merremi me aktivitet të rënduar në aspektin mendor, nuk e bëhet dot si protokoll. Pastaj vjen protokolli i aktivizimit, që limfa ta aktivizohet ose i ristartimit që ne mund të themi që nis me stimul të shpeshtë. Me çfarë nis? Nis me dushet e ftohta, sidomos nisen gradualisht, që mos pësojmë edhe në një atak ose në një problem tjetër, të problemet e gjakut, fillojnë gradualisht, 5 sekondat e fundit, 10 sekondat e fundit, edhe që bëjmë këtë lëvizjen sidomos për të bërë stimulimin. Pastaj vjen detoksifikimi limfatik që duhet bërë her pas here,
që përdoren disa çajra, ushqime antiinflamatore, heqja e ushqimeve të këqija, rritja e disa perimeve dhe shtesave të ujrave dhe të lëngjeve, të cilët do bëjnë parandalimin që kjo limfë të jetë në rregull, të jetë e pastruar dhe të jetë e sistemuar. Pra këto mund të jenë si protokolle. Nëse mund t'i përmendim disa lloj çajrash që e ndihmojnë disa lloj çajrash, disa lloj bimësh, po themi dhe çajrash, atëre nga më të mirat është çaji tërfili, po i zë me radhë një herë, e para një është çaji lule radhiqës që duhet përdorim. Sepse lule radhiqja e mbështet edhe problemin e mërqisë, mbështet edhe veshkat. Dhe duke mbështetur edhe mërqinë e veshkave rregullon problemet që ato të punojnë pak më mirë. Dhe ul ngarkesën në limfatik ose në pjesën që limfa bën transportimin e gjithë mbetjeve. Nga ana tjetër është hithra, sepse ndihmon në pastrimin e gjakut në përgjithësi dhe në pasurimin e gjakut në formën e oksigjenit dhe për ta bërë qarkullimin më mirë të gjakut. Shumë e mirë sidomos për problemin e mbajtjes së lëngjeve, edhe nëse ne kemi fryrje apo kemi lëkurë problematike në ekzema që kemi nga limfa. Në ana tjetër është rodhja, e cila mbështet jo vetëm problemet e lëkurës, mbret problemet e flokëve dhe po ashtu detoksifikon problemin e metaleve të rënda. Nga ana tjetër guri zeolit mund përdoret, edhe pse s'është bim, mund përdoret guri zeolit për një pastrim të qartë. Është kalendula, si bim, që është një antiinflamatore e fuqishme, e cila është shumë e efektshme për problemet edhe të mbështetjes për të dalë gjithë këto mbeturinat nëpërmjet lëkurës. Dhe kryesorja është tërfili kuq, sepse mbështet drenazhimin limfatik në të gjitha proceset dhe sidomos në kryqëzimet e tij. Tani kjo mund të jenë baza kryesore. Në ana tjetër, nëse duhet të dim kush do jenë ushqimet më të mira që ne duhet i kombinojmë bashkë me këto, më i mira janë ushqimet që kanë lëngje dhe nivele të ulta kalorie dhe nuk kanë nivele të larta proteinike. Për shembull, kastraveci është nga më të mirat. Një lëng nga më të mirat është kastravec, selino dhe kungull. Është një lëng i shtrydhur që mund ta bëjmë 100 mg në ditë, nuk është se ta pim, ose her pas here. Konsumimi i sallatave jeshile, rukolës, spinaqit, jeshileve, radhiqeve, gjetheve të egra etj. Konsumimi më i lartë i çajit të manganozit, sasisë më të lartë të koprës dhe të borzilokut. Shtimi mollës jeshile, jo mollës së kuqe, mollës jeshile, mollës dhe dardhës jeshile, jo dardhës me ngjyrë. Shtimi sidomos i portokallit dhe kryesisht grepfrutit ose limonit. Konsumimi i lartë i manaferave dhe i boronicave. Të gjitha këto ndihmojnë pse ka nivel të lartë kaliumi, ka nivel të lartë të ujit, se ka nivele 95, 97, 98% ujë këto perime që ne folëm, dhe ka nivele të larta të antioksidanteve që do bëjnë që mbetjet metabolike mos na sillin probleme. Nga ana tjetër, duhet që të shtojmë më shumë vajin e ullirit, 2 dhe në 3 lugë në ditë, një në mëngjes, një në darkë para se të flëm, të shoqëruar me lëngun e qitros ose limonit do jetë nga më të mirat. Konsumimi i avokados, konsumimi i arave, gjithmonë arat në darkë është jam më mirë se sa në drek ose paradite, baramet paradite. Konsumimi i farave të lirit një herë në javë, që mund t'i konsumojmë, dhe shtimi i panxharit kuq, i argjinares, i asparagut, i brokolit, i lulelakrës, i lakrës së bardhë kryesisht të gëshetuar me udhtull, me rigon, me majndanoz e të grija. Supat pastaj që mund të konsumojmë, shtimin e sasisë të lartë të ujit dhe heqjen e gjithë tyre mjedhrave, sheqernave, sasisë të mishit të përpunuar, bulmetit, sasisë së mishit, të gjitha këto do bëjmë që nuk i heqim dot ndryshe mbetjet metabolike. Dhe duhet bëjmë që ne të heqim mbetjet metabolike. Nga ana tjetër, janë disa çajra si moringa, që është shumë i mirë, dhe astragalus apo përzierja koriandës me manjanoz, apo dhe çaji i likorines, që është përsëri nga më të mirët. Pra ushqimi është një nga thelbet kryesor dhe është burimi i heqjes së mbetjeve. Prandaj dhe 2 protokollet kryesore, PDL dhe PLL, janë në ato që unë thash, janë burimet kryesore që lidhen me ushqimin dhe sistemin antiinflamator. Dhe pyetja e fundit që kam dhe duhet ketë besoj shumë interes për gratë dhe vajzat që na ndjekin, ju përmendët që limfa, qarkullimi dobët i saj, bllokimi i saj apo jo rrjedhja e duhur lidhet me celulitin. Ai celuliti fort për cilët luftojnë vajzat, i cili nuk është vetëm një problem estetik, por një inflamacion i brendshëm. Pra ju e përmendët që lidhet me mosqarkullimin e mirë me të limfës. Nëse ndodh pastrimi i limfës, detyrimisht kjo lidhet edhe me largimin e celulitit apo zbehjen e tij? Ashtu duket përfundimisht? Kemi një lidhje të saj dhe në aspekti holistik, naturopatik është më i thellë nga sa e thot mjekësia moderne. Sepse limfa merret me gjithë lëngjet që qëndrojnë mes qelizave. Por dhe celulidi ndodh pikërisht në atë hapësirë.
pikërisht midis qelizave, midis lëngjeve. Aty ku limfa ka jetën e vet, aty shfaqen edhe problemi i celulitit ose edhe i lipidemës. Shfaqet sepse janë të lidhura bashkë. Mund të themi celuliti është toka me gropa ku ky shiu që bie ngec ujë, ndërsa pjesa e lipidemës është një tokë e cila fryhet dhe mbyll kanalet e ujit. Të dyja punojnë nga njëri tjetri. Çfarë ndodh? Te celuliti ndodh kur lëngu ngec mes yndyrës dhe indit lidhor. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë moment ne kemi te lëkura, kemi pjesën kemi dhjamin, kemi fijen e indeve lidhore që e mbajnë të lidhur dhe kemi lëngjet që transportojnë ose qarkullojnë mes tyre. Në momentin ku ne këtë drenazhim nuk e kemi mirë, ose kemi të ngadalësuar problemin e limfës, këto lëngje nuk do largohen në ritmin e duhur. Do grumbullohen midis qelizave dhjamore dhe do rrisin presionin në atë zonë. Duke të dhe dhimbje në rastin e lipidemës, apo jo? Po patjetër, po. Dhe në këtë rast dhjami ka për të shtyrë më lart, indi lidhor do ta tërheqi më poshtë, lëngu i ngjecur do theksoj procesin e një kontrasti që ne quajmë celulit. Po, që ne quajmë celulit. Skefa jo se meshkujt nuk kanë edhe ne kurse ne e dim përmendësh. Jo, se kanë edhe meshkujt në këtë rast. Pra, në këtë rast krijohet celuliti. Dhe kjo bëhet më e dukshëm dhe më e fortë duke u rritur përsëri dhe drenazhimi nuk bëhet. Dhe njerëzit çfarë bëjnë? Marrin ilaçe, marrin suplemente, bëjnë lloj dhe harojnë që duke përmirësuar drenazhimin limfatik, atëre celuliti zbutet, po pa ndryshuar edhe problemet e peshës, po fillon ndryshon gradualisht. Ndryshon. Plus pasaj dhe mungesa shumë mineralëve të në ana tjetër lipedema është kur yndyrna bllokon vetë limfën. Pra është tjetër nivel kjo. Ne nuk kemi thjesht mbajtje të lëngjeve në këtë rast, po kemi një shpërndarje jo normale në aspektin e yndyrës. Dhe zakonisht kjo ndodh te këmbët e njerëzve, po dhe ndonjëherë edhe te duar që bëhet në mënyrë që krijohet. Ato janë të mëdha, qartë. Po, kjo yndyrë rritet pastaj në vëllimin e vet, do shtyjë enët limfatike, do bëj pengimin e drenazhit dhe kjo limf nuk ka për të rrjedhur mirë, lëngjet kanë për të shtuar, hëntja ka për të rritur, presioni do bëhet më i madh, drenazhimi do përkeqësohet dhe do fillojmë në një rreth vecjoz ku çfarë do na ndodhi? Këmbë shumë të rënda të fryra të ëndra që dhimbje, po. Po, ndjeshmëri ndaj prekjes së këtyre, mavijosje të shpeshta dhe mbajtje dhe ndjesimin e ëndjes që nuk largohet as me dietë. Pra ke një hapësirë në bark, në trup, edhe në bark, kryesisht që ti edhe pse bën dietë nuk po të bie dhe shikon që ore prap kam rëndes. Kështu që në këtë rast duhet të kuptojmë, limfa është arsyeja kryesore drejt për drejt dhe nuk është pjesa dytësore. Në qoftë se do rregullojmë limfën, këto do rregullohen. Mos harrojmë, celuliti, kemi një dallim. Celuliti është limfë ngadalësuar që përkeqëson pamjen e jashtme. Lipedema është yndyra e sëmurë që bllokon limfën. Janë të dyja të ndara, po të dyja janë nga aspekti limfës që është shkaku kryesor. E kuptova. Faleminderit Altin për këshillat, pra mësuar mesazhi është i qartë, limfa është një sistem mjetik i cili duhet të lëviz. Duke lëvizur limfa, na lëviz shëndeti, energjia, imuniteti dhe pamja jonë e përgjithshme e trupit. Faleminderit për këshillat, ditë të mbarë. Shihemi nesër. Faleminderit dhe ju për vëmendjen.